Shkues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. Vendi jonë është duke u përballë me një sfidë të re. Në muajt e fundit, institucionet e sigurisë kanë nisë me regjistru çdo ditë më shumë të rinj të cilët po radikalizohen në platforma online. Për dallim nga e kaluara, ku radikalizmi ndodhte duke u përdorur ligjërata, kontakte direkte, sot shumica e problemeve po ndodhin në sferën online. Se si duhet me u përballë Kosova me këtë sfidë të re e me të cilën është duke u përballë edhe një pjesë e madhe e Evropës, këto do t'i diskutojmë me panelin në studio. Burim Ramadani, njëës e sigurisë dhe çështjeve që prekin ekstremizmin dhe terrorizmin. Adelina Hasani, studiuese e sigurisë, Enes Hyseni, inxhinier i sistemeve dhe AI dhe Krishnik Gashi nga Kallëzë.com. Para se me diskutu me panelistët në studio, po juftoj fillimisht me ndjek një video, një material rreth një hulumtimi të Kallëzë.com për rastet e radikalizmit online. Radikalizmi online është njëra nga format më të rrezikshme të terrorizmit e cila ka nisur të ngjallet kryesisht në vitet e fundit pas uljes së ndikimit fizik të ISIS-it në terren. Të specializuar në celula të rrezikshme të terrorizmit, radikalizuesit përdorin teknika perfide me të cilat arrin t'i bindin fëmijët dhe të rinjt të bëhen pjesë e grupeve terroriste. Një hulumtim i Bern, i realizuar në muajt e fundit, identifikon se brenda 2 viteve të fundit, numri i fëmijëve që janë raportuar si të radikalizuar është në rritje. Sipas të dhënave të siguruara nga burimet e Bern, në vitin 2023 deri më sot, policia e Kosovës ka trajtuar të paktën 10 raste të radikalizmit online. Ajo që e bën situatën edhe më shqetësuese është fakti se në disa prej këtyre rasteve bëhet fjalë për fëmijë të moshës vetëm 12 deri në 16 vjeç. Të dhëna tregojnë një trend në rritje. Në vitin 2023 është regjistruar një rast i vetëm. Një vit më vonë, në vitin 2024 janë trajtuar 3 raste. Në vitin 2025 numri është rritur në 5, ndërsa vetëm deri në mars të vitit 2026 është identifikuar edhe një rast tjetër që aktualisht po trajtohet nga autoritetet. Sot, një pjesë e madhe e fëmijëve në Kosovë kalojnë orë të tëra në lojra online dhe në rrjete sociale. Ato që në dukje në hapësira për argëtim dhe socializim, në shumë raste janë shndruar në terren të përshtatshëm për përhapjen e ideve radikale dhe ndikimeve ekstremiste. Sipas institucioneve të sigurisë, grupet ekstremiste po e shfrytëzojnë pikërisht këtë hapësirë. Përmes lojrave online, platformave sociale dhe grupeve të mbyllura të komunikimit, ata identifikojnë të rinj të cënueshëm dhe gradualisht i ekspozojnë ndaj gjuhës së urrëties, teorive konspirative dhe ideologjive ekstremiste. Procesi shpesh nis në mënyrë të padukshme, përmes bisedave të zakonshme, përmbajtjeve të manipuluara dhe ndërtimit të një ndjenje përkatësie brenda grupeve të vogla online. Me kalimin e kohës, këto komunikime mund të kthehen në përpjekje të drejtpërdrejta për radikalizëm. Përveç rasteve që lidhen me të mitur, institucionet në Kosovë kanë hetuar edhe persona të rritur për shpërndarje të përmbajtjeve ekstremiste në rrjet. Së fundmi, gjykata në Prishtinë ka dënuar 2 vëllezër nga zona e Prishtinës, të cilët, përmes llogarive të tyre në Facebook dhe TikTok, kishin shpërndar postime që nxesnin bashkimin në luftrat e armatosura dhe promovonin ideologjinë e xhihadit. Në publikimet e tyre, ata shprenin përkraje të hapur për organizatën terroriste ISIS dhe shfaqnin armiqësi të theksuar ndaj institucioneve shtetërore, forcave të sigurisë, liderëve politik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndaj kujdo që nuk ndante të njëjtën ideologji. E këto raste ngren disa pyetje serioze. Sa të përgatitura janë institucionet për ta adresuar radikalizmin në hapësirat digjitale? Sa i monitorojnë prindrit aktivitetet online të fëmijëve të tyre dhe sa të vetëdijshme janë shkollat për rreziqet që fshihen pas ekranit. Po kthehemi në studio me diskutu edhe për rritjen e numrave, burim po nisim me juve. Fillimisht statistikat tregojnë rritje, pra është një rast në vitin 2023 që është regjistruar, ndërsa në vitin 2025 kemi 5 raste. Sa janë reale këto statistika nëse i shohim edhe duke pas parasysh që radikalizmi online ndodh në heshti kryesisht? Kjo e dëshmon, sepse sipas dhënave që ju i prezantuat janë 10 raste prapë brenda 3 viteve, dhe kjo e dëshmon së që ideologjitë ekstremiste mbeten aty. Pra pavarësisht se sa ka
heshtje apo veprime latente, ideologjia mbetet si e tillë, edhe sa herë që ka kriza botërore sidomos, atëherë vlimi, pra e sidomos i rrjeteve sociale tash, vlojnë me teori konspiracione, me ide edhe ideologji ekstremiste, dhe të rritë, sidomos fëmijët, që sipas studimeve në përgjithësi mosha shumë kritike, është ajo prej 12 deri në 16 vjeç që mund të ekspozohen si fazë e parë, sepse ajo që duhet ta themi qartë është se ekspozimi i të rive ndaj këtyre ideve është jashtëzakonisht i madh. Pra, unë besoj që si fazë e parë, që çdo kënd në radikalizimin e njerëzve, është ideja e të ekspozuarit. Pra, ata ekspozohen me një ide, e cila fillimisht duket ose përcillet përmes memeve të ndryshme apo storeve të ndryshme që përcillen nëpër rrjetet sociale, dhe këto me gjas trendin kryesor e ka TikToku, Telegrami e të tjera. Pra, përmes memeve të ndryshme dhe të shumta, fëmijët, miturit ekspozohen me ato ide, dhe ato gradualisht fillojnë të përvetësojnë, derisa ato janë ndrojnë edhe mënyrën e të vepruarit të sjelljen, edhe i mundsojnë ose i ekspozojnë pasaj edhe në raport me dhunën. Çka përdorin kryesisht burim grupet që radikalizojnë kryesisht të rinj, po edhe të rritur, sepse përmende faktin edhe të ndryshimeve që ndodhen nëpër botë të rasteve të cilat pra janë. Çka përdorin këto grupe për me i shty ose me i prek këta persona të cilët konsiderohen të cënueshëm? Janë rrjetet sociale ose platforma sociale të cilat janë më së shumti në përdorim, sidomos nga të miturit dhe nga të rit, dhe ato rrjedhëmisht e kanë ekspertët më na shpjegu çështjen e algoritmit, por pastaj algoritmi i shumëfishon çosin në ato video apo në ato ide, dhe si e tillë këto janë platformat që të rit, të miturit më së shumti qëndrojnë me orë tëra apo fillojnë t'i besojnë, sepse pavarësisht se çfarë gënjeshtre është apo çfarë manipulimi është, kur ai përsëritet jashtëzakonisht shumë, edhe më të vjetrit mund të fillojnë besojnë se lere. Çka identifikojnë këto grupe të trejnët, të cënueshmit? Çka i trigger të themi ashtu, sepse nuk po di na fjalë më të përafërt në gjuhën shqipe, këto grupe që me e mbrit targetin e tyre në këtë rast? Kryesisht në zonat e shteteve, të cilat kanë në nivel pak më të zhvillimit, ekonomik dhe social dhe edukativ, dhe së dyti fëmijët të miturit, po them në përgjithësi, ata që janë më të cënueshëm zakonisht janë ata që janë më të izoluar, janë më me probleme të ndryshme, qoftë familjare, qoftë pa mbështetje familjare, dhe si tillë ata sa më shumë që shikojnë, aq më shumë i paraqiten, dhe ata po ashtu target janë të miturit të cilët bëhen pjesë e grupeve në rrjetet sociale, sepse ajo pasaj e shumëfishon çastin ato. Kreshnik, a ka ndonjë strategji të veçantë me i trajtu rastet e radikalizmit online, apo përdoren strategji dhe mekanizma edhe për formate tjera që ka qenë më herët? Fillimisht du të me kuptu ambientin cilin jemi duke jetu dhe pse ambienti i Kosovës është ideal për me zhvillu radikalizmin online. Pra, cilat janë parakushtet e para të cilat ju mundsojnë grupeve radikale të cilat jetojnë jashtë Kosovës me radikalizu 3 e 3 në Kosovë në mënyrë shumë të lehtë. E para e punës është njohja e avancume e gjuhës angleze. Pra, fëmijët tanë, 3 tanë lojën nuk e bojnë në gjuhën shqipe, po e bojnë në gjuhën angleze dhe janë të hapur dhe të cënueshëm ndaj një audiencë e cila flet gjuhën angleze, e cila jo gjithmonë është dashamirë dhe jo gjithmonë mundet me pas qëllimin e mirë që fëmijët tonë me i fut vetëm lojë, mirë po prapa atij që është duke luajtur në anën tjetër mund të qenë dikush i cili ka synim me radikalizuar dhe me vendos në rrugë të këqija. Pra, kjo nënkupton elementi i parë i cënueshmërisë është në këtë element. Pra, gjithmonë më shumë radikalizues kanë kaluar në sferën online dhe ata janë duke gjurmu peshqit e rinj, gjakun e ri tek fëmijët që mund me qenë 10, 12 deri në 15 vjet në audiencën tonë. Kjo është elementi i parë. I dyta,
ambienti shoqëror në Kosovë, neve na tregojnë statistikat që trit edhe trejat e Kosovës ende nuk janë të gatshëm u përballë me botën digjitale, ende kanë pak njohuri për media literacy edhe për mënyrën se çu funksionojnë rrjetet sociale dhe këto dhëna ne i dim prej shumë raporteve të cilat janë bërë në këtë drejtim. E treta, jo më pak e rëndësishme, është niveli mendimit kritik të shoqërisë tonë, pra rezultatet e PISA-s neve na tregojnë që mendimi kritik të trit e trejat e Kosovës është ende i varfër dhe ende nuk mrin me pas mendim kritik në raport me çdo situatë që ata e kanë. E katërta është një element tjetër që lidhet me ambientin social dhe që lidhet me kujdesin tash shoqëror dhe familjar ndaj trive dhe trejave të cilat rritën në vendin tonë. Ne duhet me pranu që sot familjet e Kosovës prindrit kanë shumë ma pak kohë me u marrë me fëmijët dhe në anën tjetër shteti ende nuk ka mri me e marrë kontrollin të cilën do duhej me marrë në raport me kujdesin social të fëmijëve. Kreshnik, sa kohë i duhet një grupe të radikalizu me marrë dhe me radikalizu një fëmijë për shembull? Nuk ka një kohë. Mundet me ndodh për 5 minuta, mundet me ju dasht 5 vjet, në varësisht për krizës, në varësisht për gjendjes emocionale, në varësisht për rrethonave të cilat ndodhet, në varësisht për kontekstit. Pra, mund me pas situata ku një fëmijë me pas një traumë shumë të vogël, po e cila pe radikalizuesve mundet më rrit në ekstrem shumë madh, dhe ai me bën një gjë e cila mund me qenë shumë e dëmshme për shoqërinë. Mirë, po mundet me pasur një gjë shumë madhe, po e cila kërkon shumë energji për me radikalizuar këtë drejtim. Pra, ne pi konstatojmë 4 deri në 5 faktor social, ekonomik dhe të zhvillimit të shoqërisë, të cilët e ekspozojnë shoqërinë tonë në raport, trit tonë në raport me radikalizmin online. Dhe çka jemi tu pa në ditët e sotme, është që rezultatet janë duke na tregu që vetëm në fushën e ekstremizmit, pra vetëm në fushën e ekstremizmit religjioz, na veç i kemi 10 raste. Mirë, po statistikat janë shumë edhe më të tmerrshme në fushat e tjera, pra te krimet e urrejtjes, te krimi i organizuar, pra tashmë veç kemi përfshirje të gjeneratave më të reja në vepra penale të cilat lidhen qoftë me trafikimin me migrant, qoftë me veprat e krimeve ordinere, qoftë me shitjen e drogës, të cilat lidhen sërish me të njëjtën infrastrukturë. Pra e cila përdor të njëjtën infrastrukturë, lojrat, rrjetet sociale për me peshku gjakun e ri dhe pastaj me punu me ta në drejtim të radikalizmit edhe të indoktrinimit të tyre ideologjik. Pe përmend faktorët, Kreshnik, po du më dalë që to... Edhe një element atë dim për me përmbyll diskutimin. Problemi tash është hala dhe më i thellë tek radikalizmi online, apo tek këto rrjete sociale, apo rrjetet teknologjike, për faktin se në këto situata, edhe qasja në financa është shumë më e lehtë. Pra jemi të folë për një situatë ku tashmë duke dërgu dhurata nëpërmjet kriptovalutave, njerëzit të cilët janë të radikalizu në online, shumë lehtë mund me ardhë të burimet e financimit dhe me burimet e financimit të cilat i marrin ata edhe me mri me ble materiale të cilat ju duhen për me kry vepra penale. Pra në këtë rast, nëse dikush ka dashur është i radikalizuar, ka nevojë për financim për me mri me bleni një pajisje, një armë për me kry një akt terrorist, ai mundet me kalu në rrjetin e hapur dhe të grumbullu mjetën në kriptovaluta, shumë lehtë pastaj kriptovalutat mundet me i përkthy në mjete financiare për me mri me ble armë, apo për mos me thonë edhe ma lehtë mundet me ble armë me kriptovaluta dhe kjo neve tash na vendos me një situatë bukur serioze. Dhe kjo do të me qenë njëra prej sfidave apo njëra prej alarmeve të reja të cilën shoqëria jonë duhet me ngrit, jo me egzageru, jo thjesht me shpërnda panik, për shkak se nuk jemi të folë për një diçka e cila është shumë e madhe dhe cila duhet tash me dalë dhe me vendos masa radikale në raport me shoqërinë tonë. Mirë, por ne duhet me nisë me folë si shoqëri, në mënyrë që prindrit me qenë të përgatitur, prindrit me ditë me identifiku dhe me mri me i dalë ballë kësaj situate. E përmande faktorët që ndikojnë për me i marë këta fëmijë dhe me i bo pjesë të qoftë grupeve kriminale, grupeve të organizume. Po më intereson, a lidhet edhe mungesa përgjegjësisë penale për të miturit kryesisht, a mundet me qenë faktor pse grupet e krimit i targetojnë edhe të miturit me hyn këto ujëra, themi?
Kjo është një diskutim i cili zhvillohet në krejt Evropën, a duhet me ullë tash niveli i përgjegjësisë penale për të miturit nën moshën 14 vjeçare dhe ka zona të cilët po rekomandojnë që tashmë veç për shkak të keqpërdorimit me u nis me ulje niveli i përgjegjësisë. Pra, kjo është njëna prej arsyeve pra mungesa e përgjegjësisë. Mirë po, unë mendoj që njëna prej arsyeve kryesore pse grupet radikale i targetojnë këtë kategori nuk është vetëm përgjegjësia penale, po është cenueshmëria e tyre, mosformësimi i tyre intelektual, personal dhe kisha me thonë nacional, i cili i bën ata lehtë të cenueshëm në raport me ideologjitë. Pra, një fëmijë i cili ka 12 vjet është shumë më lehtë me u radikalizu dhe me u bind për cilën rrugë duhet me shku, se sa një i ri cili ka 25 vjet dhe ka marrë një përvojë 10-15 vjeçare jetësore dhe tashmë ndryshimi i mendimeve të tina është shumë më i vështirë. Pra mendoj që caku kryesor nuk është vetëm përgjegjësia penale, për shkak se grupeve radikale nuk ju intereson shumë përgjegjësia penale e kryesve, për ta është vetflimi, për shkak është njëra prej nuk ju intereson apo ju shkojnë burg njerëz, ata dhe në rast se shkojnë i glorifikojnë antarët e grupeve tyre, po aty ju intereson shumë ma shumë që me pas sa ma shumë njerëz të cilët nuk kanë qëndrime, janë thjesht të shpërlam dhe me ta me mujt pastaj me mbjell ideologjinë e vet. Adelina, çka thonë hulumtimet në përgjithësi, ku gjenë radikalizmi ma shumë vend me i cënu, me i prek në fakt ose me i targetu grupet e cënueshme përveç edhe të miturve në këtë rast për cilët po flasim? Unë po vazhdoj me aty nështë ku edhe e la Kreshniku, na në hulumtimet e mëhershme që i kemi bërë, kemi pa në fakt që problemi më i madh ekziston tek të rinjtë dhe të rinjtë kanë qenë grupet më të cënueshme. Ndërsa temat kryesore që i kanë prek të rinjtë dhe i kanë radikalizuar në hapësira online, le të themi, kanë qenë temat e nacionalizmit, kanë qenë temat, sidomos çështjet gjinore, për shembull, që janë shprehja dhe me një farë forme kanë arrit me mobilizu. Këto kanë qenë temat kyçe. Për te asaj që u përmendë edhe më herët, që ndikon aspekti social, ekonomik, na po flasim për në rastin e Kosovës, po flasim për një shtet të cilët ka kalu periudhën e luftës dhe bën shumë të cënueshme ndaj ideologjive të ndryshme radikale. Tash nuk e di ajna në fazën, të paktën në Kosovë, në aspektin ontologjik të radikalizmin, nëse jena në fazën e ideologjisë, apo jena të folë në kuptimin se identitetin në farë forme përdoret edhe sidomos të rinjët janë në kërkim të identitetit. Dhe nëse nuk e struktura të fuqishme, këtu shtetërore, po edhe ashtu sociale, se nëse nuk e keni komunitet që është fizik, takosh në vazhdimsi ose të rinjët takohen, kjo i bën që të rinjët më orientu në hapësira online edhe thjesht me kërku përgjigjet që janë shumë komplekse, me kërku në hapësira online, dhe këto grupet ekstremiste japin përgjigje të thjeshta për pyetje që janë shumë më komplekse. Edhe me një farë forme e mobilizojnë. Edhe këtu normalisht nuk është vetëm rasti i Kosovës, e shohim në krejt botën grupet ose rinia është radikalizuar. Mirë po, nëse mundemi me kriju paralele, e shohim që rasti i njëjtë është edhe në Ukrainë që po kalon në periudhën e luftës. Në këto hapësira ku ka një kaos, ka një luftë, bën shumë më të lehtë të cënueshëm. Unë gjithsesi mendoj që në rastin e Kosovës është edhe mungesa e drejtësisë tranzicionale që i ka bërë të rinjët mi u radikalizu më shumë. Pse? Në kuptimin që mangësia e historisë në aspektin e të drejtësisë që ka ndodhur në të kaluarën në Kosovë e bën më u zaventu jo vetëm me dezinformat, po me kuptimin e ndjenjes. Nuk ka më rëndësi dezinformata ose teori konspirative, normalisht që ka rëndësi çka, mirë po është ndikimi që krijohet tek të rinjët, është emocioni. Dhe sa më shumë që përhapet dezinformata, kaq më shumë krijohet ajo ndjesia. Dhe po ashtu nëse e shikojnë në aspektin ku ka studime të shumta prej psikologëve politik që flasin për një politik post-realiste ose post-truth që i thojnë, e sheh aty që ka shumë ma shumë rëndësi ndjesia që krijohet se sa fakti që është në fakt, ti mush më shku me verifiku faktin. Mirë po, ajo dezinformat përshtatet më shumë me identitetin tonë. Dhe që ajo dezinformat në fakt i lejon personat me u radikalizu dhe me mobilizu. Për mu, çka mendoj që Kosova po shtyhet, që është problem ma i theksu, edhe këtu i kisha dashur me u fokusu dhe me fol ma shumë për Telegramin, është në fazën kur kemi bëna hulumtimin që ka qenë para një vite e gjysmë, ne kena pa që ka qenë më shumë një lloj individualizmi, domethënë një lloj radikaliteti individual që kena pa që po shpërndahet në rrjetet sociale, këtu mandej s'ka pas dallim, e ke pa të njëjtën në Facebook, në Twitter,
normalisht TikToku, mirë po ka qenë shumë ma shumë individual. Mirë po sot e shohim, nuk e di a muna me konstatu që jena në atë fazë, mirë po ka një lloj identiteti kolektiv të radikalizmit. Dhe kjo për arsye se më nuk është vetëm shpërndarja e dezinformatës, po është komunikimi që ofron Telegrami, ti komunikon. Dhe ky komunikimi e bën më ndërtu qaj komuniteti. Edhe lehtësisht pastaj mundesh më u radikalizu. Nuk është më individual radikalizmi që e kena pa ma herët, po jena të ushty drejt një lloj radikalizmi që është kolektiv dhe për mu kjo është shumë ma shumë shqetësuese se sa në të kalumën që e kena pas. Dhe pastaj këtu prap me lidh për arsye që ne ose një kohë jam marrë edhe me ndikimin e Rusisë për shembull, e ke pa nëse reshen një dezinformat që është shpërndarë nga Rusia, që ka qenë targeti kryesor me sulmu perëndimin ose me thonë që po na cënohen vlerat tona tradicionale, nuk e shoh që është koincidencë po ashtu me po se si tani Putini për shembull shfaqet në shumë platforma online me tregu që është mbrojtësi vlerave tradicionale. Mirë po ka shkalla dhe nëse e shohim se si po shpërndahet dezinformata në Kosovë, menoj që ka një lloj kronologjie, nuk është aksidentale. Një periudhë ka qenë me targetu perëndimin dhe tani po zëvendësohet me diçka tjetër. Dhe nëse e sheh logjikën se si e ka ndikuar edhe Ukrainën vetë me dezinformata, është shumë strategjike dhe mendoj që ndoshta jena me një fazë tjetër në operacionet që mundën me qenë nga dezinformata jo vetëm e Rusisë, po në bashkëpunim edhe me shtetet jo mike ndaj Kosovës. Enes, në këto raste që pra po flasim për radikalizmin online, po nëse shohim në aspektin e asaj që ju e bëni, sa platformat kryesisht munden me qenë të kodume, sa është vështirë me dekodu këto platforma dhe me zbulu këto grupet themi radikaliste që i targetojnë trit edhe i shtyjnë drejt ekstremizmit dënshëm. Ka disa mënyra për me bo këto. Na si njerëz të IT-s, arsyeja pse unë sot marr pjesë këtu është për shkak se na kem qasje shpeshherë në prapavi, në atë anën tjetër të algoritmit. Çka ka në atë anën tjetër në prapavi të algoritmit ka dhana, ku dikush e sheh se një temë sapo ndikon edhe sapo merr vëmendje, edhe sapo ndikon në radikalizim të rinjve. Po në këtë pjesë që shqetësekëm, një fazë kritike është ajo mosha prej 12 deri në 16 për shkak se është koha kur individi është të e kriju identitetin. Edhe për shkak se është fazë kritike, edhe është më shumë fazë emocionale, konsumi i materialit i cili krijohet online, edhe banalizimi i tij bëhet shumë i lehtë. Edhe përmes targetimit tyne personave mundesh lehtë me kriju tek ta identitetin se këta janë mja u rahatu identitetin edhe mja u dhon iluzionin se këta janë shpëtimtarët e botës apo heronjët e botës për të cilët një organizat dikun është ju prit për shkak se ka nevojë për ndihmën e tyne. Edhe kështu bëhet radikalizimi i tyne, edhe puna është te konsumi i materialit, te formati i materialit, përpara thashë thëmet janë shkep nashta me janë kongojore, sot janë strukturuar shumë mirë, një thashë thëme, një fake lajm, do këtë sikur një lajm shumë mirë i strukturuar, i cili ka foto e video të cilat janë gjeneruar me AI. Edhe algoritmet punojnë në atë mënyrë, algoritmet asnjëherë nuk tentojnë me mbrojt personin. Pa marrë parasysh se çka thuhet në rrjetet sociale ajo është një shabllon, mbrojtje për që rrjetet sociale me mbrojt veten nga sulmet legale. Por në realitet çka ndodh në prapavi në algoritme është se algoritmi tenton sa më shumë të shërbëjë informata që e sheh që ty po të interesojnë. Edhe ajo çka është me rëndësi me cekë është që rrjetet sociale jo do e mos e din kapacitetin ton intelektual, por kapacitetin ton emocional e njohin më mirë se na. Edhe këtu është pika ku ndodh radikalizimi te trit. Nëse shohim për shembull tek platformat online që kanë qasje kryesisht edhe fëmijët në këtë rast, cilat prej këtyre platforma konsiderohen më të rrezikshme dhe lejojnë qasje më shumë për fëmijët, ka mungesë të kontrollit ose të monitorimit, edhe në anën tjetër a munden prindrit përmes pajisjeve digjitale me i monitoru fëmijët e tyre. Gabimi që bëhet te na me fëmijët është që tentohet me ja ndalu qasjen ose me ja kontrollu komplet qasjen online, po ajo pika e ardh themi është kur prindi merr pjesë bashkë me fëmijën në materialin cilin fëmiu e konsumon, edhe tenton me majt një dozë të kontrollit.
jo me ndalu, jo me ndëshku fëmijën, për shkak se nëse ajo bëhet mollë ndalume, do të thonë krijon efekt kundërt. Ai fëmijë mundet me përfundu dikun të konsumu materiale edhe më të rëndë për shkak se në shtëpi ka ndoshta të ndalume. Prindi e ka për detyrë, në fakt familja e ka për detyrë tek trinjt me kriju zinxhirin e botkuptimit, diçka që nuk ta krijon shkolla. Shkolla veç ta përforcon nëse e ki, por nëse nuk ki zinxhir të botkuptimit, e hu prancinë edhe shkollimi. PISA për shembull nuk tregon rezultat shumë reale, tregon vetëm një dimension saj. Po për mi dhënë rëndësi shkollimit, për shkak se te trit, nëse familja nuk i krijon zinxhir të fortë botkuptimit, trit e krijojnë idenë që ajo që mësohet në shkollë jeton në shkollë dhe nuk ndërlidhet me jetën e përditshme. Për shkak se familja nuk ka kontribuar në ato se çush me e konvertu, me afru atë tri apo fëmijën e vet me ato çka është e pastër, ti themi. E pastër 100% kur gjë nuk është, po du me thonë asë një pikpamje, po spaku me pengu mos me shku ka ana e radikalizimit. Prej anës së kontakteve që i keni pas me prindë, nëse veç keni pas, a kanë ata pak të njohurisë në cilat potencialisht cilat lojra munden me qenë të rrezikshme, që munden me u përdor prej grupeve, ndoshta jo vetëm të radikalistëve në këtë rast, po edhe të grupeve tjera kriminale. Problemi me mua është, në këtë rast është që unë e kam një pikpamje e cila nuk është reale, për shkak se rreth jam janë shumë të vetëdijshëm se çfarë materiali konsumojnë fëmijët e tyre, por unë nuk jam realiteti. Unë jam një pjesë e vogël këtu shumë. Në për vende që nuk kam qasje, të garantoj që konsumohet material shumë i, çush me thonë, potent. Në atë kuptim që mundet me shkaktu dam në formimin e identitetit të një triu. Cilat janë hapësirat për shembull më të rrezikshme të cilat ju i keni identifikuar që kanë qasje? Hapësirat më të rrezikshme janë ato që i bojnë fëmijën të mvarur, për shembull siç janë TikToku, siç janë platforma tjera të cilat gjenerojnë shumë material vizual. Për shkak se fëmia sot edhe gjuhën në sensin e mësimit gjuhës, s'pari po mësojnë ashta anglishtën, e mandej po mësojnë është shqipen, që për fillim nashta nuk ka dhe një farë problemi, po ato platforma po i vendosin bazat nashta të bindjeve të tyne. Burem, po du me kalu të ju në lidhje me këto që përmandi pak edhe Enisi, grupeve të mbyllën apo edhe faktin qysh prind nuk është kanë ndjeni forse qysh me i trajtu fëmijët e tyne, qysh me i monitoru fëmijët e tyne. Po më intereson me ditë pse tash kanë ndryshu prej takimeve online kryese, prej takimeve fizikisht që janë bune të kaluarën kur është bërë rekrutimi i trejnve për mu radikalizu. Tash është kthy në të themi ashtu rekrutim online, a kanë ndryshu forma, apo janë zbulu forma cilat i kanë përdor ma herët, cili është tash ndryshimi saktësisht i kësaj? Absolutisht ka avancu bota teknologjike të theme, edhe kjo, sepse ne i kemi dy jetë, pra jetën fizike ose offline, edhe jetën online, e cila është po ashtu, pothuajse e barabartë për pos aspektit fizik, në pothuajse në gjitha dimensionet. Edhe si e tillë na jemi në një periudhë që e vërtet që mendimi kritik, sepse u përmend këto edhe po pajtona, që zhvillimi i mendimit kritik është thelbi se si mundet me arrit secili edhe prindët, edhe mësuesit, pra arsimtarët, profesorët, pra shkolla, me zhvillu që të parandalimin ose reziliencën ose qëndrueshmërinë e të miturve. Edhe thelbi është tek e fundit në dy pyetje kryesore. Sporja është e vërtet, edhe pse është kështu. Edhe sa herë që ka me video e tjera që të miturit, madje edhe të rit, ndoshta mujna me fol për situata ku edhe njerëzit më të moshuar bin prej e kësaj, ta themi, këtij vlimit, këtij vrullit tepër të madh të ideologjive, ideve, besimeve apo shpjegimeve që s'kanë të bëjnë fore me realitetin, po që janë ndryshën njerëzve të mendumit. Shënim për shembull
tash, ndorën zemër shumë shpesh gjatë historisë, sidomos gjatë tyre 5-60 viteve të fundit, luftrat në lindjet mesme kryesisht kanë pas shpjegim përmes narrativës eskatologjike. Pra, përmes asaj idesë që ky është fundi i botës, edhe këto janë shenjat që po na vinë fundin e botës. Edhe nëse është madje shpjegime të tilla japin edhe liderët shteteve si leje më të miturit që ballafaqohen me këto ide ose ekspozohen me to. Edhe rritet kurreshtja, sepse faza e dytë pas ekspozimit është kurreshtja. Edhe në momentin kur njerëzit bën kurreshtar për një ide të caktuar, atëherë algoritmet e shpeshtojnë edhe fillojnë të besojnë edhe të identifikohen me një ide të tillë. Edhe realisht që nuk është vetëm është shumë e përhapur radikalizimi online me shpjegime ose motive religjioze, po të njëjtën kohë ose gati barabartësisht janë konspiracionet. Pra, sot në rrjetet sociale, sidomos TikTok e të tjera, konspiracionizmi kryesor është toka e rrafsht. Edhe, domethënë, trit ekspozohen me lloj-lloj videosh të kryesisht përmes inteligjencës artificiale, e cila ishte edhe me besu që toka e ka një farë fundi atje të rrethuar me ato muret e gjata të akujve, edhe kjo është e vërteta. Pra, thelbi mbetet edhe te ideologjitë e djata ekstreme. Për shembull, a kemi burim tash nëse e marrim edhe analizojmë ajo çka konsumohet edhe çka jepet në rrjetet sociale, për shembull, a ka frymë të re ose formë të re të ekstremizmit ose identifikim të formave të reja të ekstremizmit që i prek të rinjt. Për shembull, forma të cilat janë antishtëtërore, të themi, grupi i të rinjve që dojnë mu bo pjesë e një grupe që janë kundër shtetit, për themi. Në parim, gjitha çdo ideologji që i flasim janë antishtëtërore, sepse shkojnë kundërshtim me rendin kushtetues, me logjikën e ndërtimit të shtetit dhe solidaritetit shoqëror ose të njerëzve që i takojnë në shteti. Edhe si e tillë ajo mundet me arrit shumë shpejt përmes ndikimit në këtë moshë, që ata edhe me formu grupe, po të njëjtën kohë edhe me pas interesim pasaj, edhe për qasje në armë ose në mjetë të tjera të dhunshme. Edhe unë, për shembull, e mendoj që është jashtëzakonisht me rëndësi, sidomos prindërit, që po pajtohen që sot kanë shumë më pak kohë me kushtu fëmijëve, prindërit duhet me pas jashtëzakonisht kujdes nëse fëmijët fillojnë të besojnë këto konspiracionet dhe shpjegimet religjioze si të vërteta dhe ato i lidhen me kurreshtjen për armë, si përdoret arma ose si fillojnë të flasin për lloje të ndryshme të armëve. Nëse një djalë ose një vajzë 2-13 vjeçare fillon në familje ose në shoqëri flet për lloje të ndryshme të armëve, ajo është një alarm i koç, është një alert i madh që do duhet ta kenë prindër së pari, pastaj mësuesit apo të tjerët. Kemi me diskutu pak më vonë për çështjen e sistemit të shkollave dhe të parandalimit kreshnik. A ka bashkëpunim, po më intereson ideja e bashkëpunimit të institucioneve të sigurisë me platformat globale të teknologjisë për me i identifiku dhe me i heq përmbajtjet radikale prej në aspektin online? Ka bashkëpunime, ka komunikime, ka diskutime, mirë, por realisht është bukur e pamundur që këtë problem me e rregullu me një klik, ose me një vendim, apo me një regulativ. Pse? Sepse kjo nuk është problem vetëm i platformave, është problem që thash më herët social dhe problem i komunikimit. Pra, elementi kryesor këtu është që radikalizues kanë nevojë për platforma komunikimi me palët, me gjakun e ri, me trit, me njerëzit të cilët janë brainwash, të cilët nuk kanë qëndrime, dhe ata përdorin platforma të ndryshme. Pra, nuk po themi që për momentin Kosovë është zhduk totalisht radikalizmi direkt. Pra, sindromi ku dikush i cili predikan qoftë fen, qoftë etnonacionalizm, qoftë ekstremizmin e djathtë, ta kanë direkt tri dhe i radikalizon ata. Këto nuk po e themi që është qek, për shkak se dhanat e cilat i kemi për terrenit, po na tregojnë që ende kemi grumbullime, ende kemi mesgjide, ende kemi problemin real të cilën e kemi pas qysh prej vitit 99 tutje. Mirë po, kur kësaj që e kemi në terren, kemi tentu dhe jemi duke ja dhënë diagnozën
me mekanizmat butë, me punë me institucionet, me punë me monitorimin që e bojnë institucionet e sigurisë, tash na ka dalë problemi tjetër, që është problem halo më i madh që është radikalizmi online. Dhe unë e di që shumë njerëz kanë me ignoru këtë debat u mendu që okej, ka diçka fiktive, nuk ekziston, nuk është diçka serioze. Po kemi raste cilat janë tu trajtu kështu. Nisje përmendi një element shumë të rëndësishëm, që në këtë temë tash është nështë edhe elementi krucial. Për memrimi radikalizu, 5.000 rit paknaqët në Kosovë. A den sa takime do të mi majtë direkte për mi kuptu kush janë të paknaqëtit. Me i grumbullu dhe me i thirrë me një platformë. Po online, a den sa leti identifikon 5.000 të paknaqët. Me një status. Me një status ku i shumë njerëzve komentoni. Dhe ata komentojnë. Ata që i komentojnë kundër, i selekton në një anon, dhe këto shumë letë mundet me ta bo algoritmi, dhe pastaj ti punon vetëm me këta. Pro tash një punë e cila është dashur më bëna ashta me vite tona në terren për mi grumbullu kush janë për krasit e ideologjisë, kush janë për krasit e kësaj fryme, ti e ki në tavolinë me një klik. Momentin kur i kitash ti të selektum, të grupum këta njerëz, puna vazhdon në kontakte direkte. Pra na nuk jemi të full që tash dikush ka me dalë dhe ka me të synu, me të radikalizu në grup 5.000 vetë, sepse ato me njerë vrehen. Problemi tash është te komunikimi direkt. Te ai këshillimi, te nisja e komunikimit, me fol në chat njëri me tjetrin, me u bë shok virtual, me ndërtu grupe të gamerave, po i quajmë kështu të lojtarëve që të grumbullohet një këtu, një në Angli, një në Gjermani, një dikon tjetër, dhe ata me lujt në kampionate dhe me vazhdu tutje. Dhe tash këta njerëz kur grupohen, këta e krijojnë një komunitet. Kur të krijohet ky komunitet, ky individi i cili është në Prishtinë shmangët prej realitetit në cilin është tu jetu. Dhe çdo zgjidhje të cilën e kërkon për problemet e veta, nuk e kërkon komunitetin e vet dhe kulturën e vet, po ka me kërku dikun jashtë. Çka ndodh tash? Tash zgjidhja e problemi për shembull familjar në kontekstin e Kosovës dallon prej kontekstit të Jordanit, Pakistanit, Arabisë Saudite, të Iranit. Dhe ky këshillohet jo me moshatarën e vet në Prishtinë, po me ato në Pakistan, i cili flet anglisht njëjtë sikur ky në Prishtinë. Dhe atje e merr modelin, zgjidhjen, nashta shumë më të ndryshëm se sa që e kemi na. Çka mund të më kon modeli? Modeli mund të më qenë dhuna. Modeli mund të më qenë arma. Modeli mund të më qenë kundërpërgjigje. Keni parasysh në ndalë Kosova shumë e vogël, po zgjidhja e problemeve dallon prej familjes në familje, lemo prej qytetit në qytet. Dhe tash kur neve na importohet krejt që kjo mënyrë zgjidhjes së problemeve prej vendeve tjera, atëherë njerëzit nisin me pas shumë probleme. E dyta shumë e rëndësishme. Këta radikalizues nuk lypin njerëz të cilët i kanë punë të mirë, nuk lypin njerëz të cilët i kanë punë në terezi. Këta lypin njerëz të cilët kanë kriza, kanë probleme. Kanë probleme edhe psikologjike, edhe psiqike, edhe sociale, edhe ekonomike. Dhe varësisht prej problemit që është përfaq, ata dhe mrin tash me ta dhonë zgjidhjen për problemin tanë. Çka mund të më koni njëri prej problemit për shkak? Njerëzit mund të qenë të varfër. Po e shpjegoj për më shumë të kuptu dhe prindrit që ju vjen në tavolinat e veta, ndoshta nesër, mas nesër kur diskutojmë me fëmijët e vet. Mund të qenë të varfër. Dhe një ekstremist islamik, i cili e arsyeton grabitjen si formë për me mujt me i pështu musliman të vërtet, ai shumë lehtë mund të më thonë, "Okej, zotni, ti mundesh me grabit një argjentari, për shkak se në islam lejohet kjo punë." Dhe ju mundi me vrej që tash njerëzit nisin me mendu, me planifiku. Me thonë, "Okej, mundet me u leju dhe grabitja prej mjeteve të cilat janë kriju prej jo halalit, dhe unë muj me u pasunu." A e kemi këtë narrativ në shoqërinë tonë? Këtë narrativ na e kemi të përditshme. Në Kosovë flitet gjithmonë për parat e korrupsionit, parat e hajnisë, parat e tjera. Nuk po them që në procedura ligjore ato nuk duhet mu kthy. Po keni parasysh që fëmijët tonë mund shumë lehtë mu radikalizu prej një dikujt i cili jeton në botën e tretë atje, dhe ai me udhëzu që me hyjë në shtëpiat e politikanëve dhe me vjedh mjete, me qëllime të idealiste të cilat ata i kanë. Kjo na bën neve me qenë të ekspozuar shumë, dhe kjo neve na bën pastaj edhe me pa shpërfaqe të tilla në terrenin tonë. Adelina,
e kemi pa në të kaluarën, institucionet në Kosovë kanë trajtu kryesisht të rikthyerit prej zonat e konfliktit, po në anë janë përdor aktivitetet të ndryshme, programe të ndryshme për me I bo ata qytetarë që janë këty prej zonave të konfliktit, pjesë të shoqërisë, pjesë me risocializu të njëjtit, po sa është vështirë sot fëmijët cilët identifikohen dhe po trajtohen për anën se institucioneve, me I risocializu, me I kthy në shoqëni. Mendoj që krahasimi është kogja I madh me folë për persona të cilët kanë shku dhe kanë luftu për shembull në Siri dhe në Irak, sepse janë ballafaqur po ashtu me realitetin atje. Edhe shumica të paktën me dona që I kemi sot e tregojnë që kanë qenë po ashtu të zhgënjur me realitetin që kanë po. Realiteti që është paraqit në rrjetet sociale, le të them, ose si janë rekrutu, kanë qenë misionar të mëdhenj dhe kanë me pas një jetë si parajs. Po jo ballafaqur me një realitet tjetër. Edhe mendoj që shumica që kanë shumë mu reintegru ka qenë për shkak të një realiteti që ata janë përballë atje. Mirë, po sot flasim për një realitet krejt tjetër, sidomos tek të rinjët, dhe ka shumë dimenzione që paraqesin këtë problem. Nëse reflasim në aspektin e të rinjeve, në takimet të shumta që I kom pas edhe me ata, na flasim për të rinjet që po ashtu janë shumë, kanë informata, ata është diçka tjetër nëse na lidhet me një mendimi kritik që është dashur më udhon për institucioneve të arsimit edhe me pas fokus më të madh, mirë po në aspektin e informatave, të rinjet kanë shumë më shumë informata në krahasim me gjeneratat e vjetra. Dhe ka një shkëputje, nëse rresha edhe vet sistemin arsimor që tha që ndoshta diskutojna më vonë, e sheh që të rinjet kanë filluar me hub interesimin edhe në shkolla të ligjërues, sepse ka një shkëputje në mes të ligjërimit edhe të interesimit që të rinjet e kanë. Për shembull, veç nëse nisemi te inteligjenca artificiale, të rinjet janë shumë më të informuar për inteligjencën artificiale dhe dinë me verifiku nëse një informat, po them kushtimisht, me biseda që I kom pasur me të rinjet, me dallu nëse një informat është gjeneruar prej inteligjencës artificiale apo jo, dhe e sheh që gjenerata më e shtyme nuk e ka këtë informat. Edhe e sheh që është komplet një shkëputje më e madhe që e bën këtu po ashtu të moshuarit me qenë pre edhe të inteligjencës artificiale dhe të informatave ose dezinformatave që munden me ardhë. Që mendoj që pak është problemi se si ne po I qasimi të rinjet edhe si munden po ashtu gjitha institucionet, qoftë ato të sigurisë edhe të arsimit për me pas një lloj komunikimi që për një me të rinjet dëgjohen. Edhe këtu në panel u diskutu. Këto grupet, ato që ka pi ofrohet të rinjeve, është që po I bën ata të dëgjueshëm. Po ju dëgjojna, po I bën të kapshëm. Dhe ne përdesa e kemi shkëput komunikimi me të rinjet, për I me I dëgju dhe me I dhon përgjigjet, këto grupe po I japin përgjigje, po I japin këtë identitetin ndoshta të humbët, të cilët unë nuk mendoj që Kosova mundet me zgjidhje një problem, sepse kjo është një trend global që po mundohet me pas një komunikim më të madh të rinjet që mundet me u kyç prapë me pas një ndoshta aktivitet më të madh politik edhe vetë në sistemin politik, kështu po shihet që po krijohet një lloj shkëputje që normalisht u lypë studim më I madh pse po ndodh kjo, mirë po mendoj që kjo është shkëputje e komunikimit dhe kuptimit të rinjeve, të cilët është edhe problemi I gjeneratave. Mirë po mendoj këtu te dezinformimi, edhe të radikalizimi online, edhe të moshuarit janë grupe të radikalizuara. Nëse shohim veç rastin e Brexitit, për shembull, grupe të radikalizuara kanë qenë vetë të moshuar ose që kanë rënë pre e dezinformatës. Mirë po mënyra për me mujt me mobilizu, ndoshta të rinjet është problemi më I madh, se të rinjet janë shumë më të lehtë të mobilizueshëm. Edhe kjo është nëse munden me u kry për shembull pagesat edhe online, ne në rastin e Ukrainës, të cilët kemi marrë të dhëna, është që shumë të rinjet janë shfryzuar në këtë formë. Për shembull, online janë rekrutuar, kanë kryer një shërbim, nuk kanë qenë në shërbim ose një zinxhir I mobilizimit të cilët kanë kryer aktivitete të shumta, qoftë të sabotazhit apo të dezinformatës, po janë rekrutuar për me kryer një shërbim të caktuar dhe pikërisht janë rekrutuar nëpërmjet këtyre grupeve online, qoftë të Telegramit apo grupeve të ndryshme edhe TikTokut, edhe të chateve që janë krijuar në platforma online. Po më intereson me ditë, me qenë se po I përmendim çdo platforma, ku potencialisht grupet I targetojnë trit edhe I radikalizojnë. Qasja e të rinjve kryesisht në këto platforma është, e shohim jashtëzakonisht e lartë, domethënë kanë qasje direkte në këto platforma. Nëse e shohim për shembull çai është dashur me ndërmarr për me ja minimizu të paktën qasjen të rinjve në këto platforma në mënyrë që me parandalu themi radikalizmin e tyre.
Nuk e di edhe unë këto e kam pak një pikpyetje nëse bëhet limitimi, gjithmonë kam u gjetë një formë tjetër për me mujt me u qasa, apo për me u hap grupe të tjera, e përmendëm edhe ma herët nëse bëhet limitimi edhe të vetë të fëmijëve për me pas qasje edhe në lojra të cilat po përhapet radikalizmi, nuk e di cili kish me qenë efekti afatgjatë. Mirë po në situatën sot qena, dhe sidomos nëse thirremi në shtyllat kryesore të demokracisë, është që një qytetar duhet me qenë i pajisur sa më shumë me dije, që po ashtu dhe vjen mendimi kritik, për me mujt me dallu. Edhe kjo pastaj vjen edhe bashkëpunimi ndërinstitucional, dhe po ashtu këtu edhe shoqëria civile bën lu një rol të rëndësishëm. Në kritikat më të shumta që ne kemi pas, kur jemi takuar edhe me shkolla, me përfaqësues të shkollave, kritika më e madhe është bërë te prindërit, dhe unë nuk kisha pas qejf ndoshta me alon gjithë fajin prindërve, mirë po këtu do të me pas një mekanizëm më të fuqishëm të bashkëpunimit dhe po ashtu të komunitetit. Mangësia e komunitetit i bën që të shtyhen në hapësira online. Dhe mendoj që këtu do të me pas një fëmijë çka bën, po kthena shumë në aspektin bazik. Një fëmijë kur e përfundon shkollën dhe çka bën pas shkollës. Nëse nuk ka aktivitete të tjera, qoftë sportive, që nuk ishin me qenë gjithmonë të pagushme, apo se gjithmonë duhet po flasim për një klasë nëse një ka të ardhurat më të mira, mundet me pas edhe shërbime të tjera të socializimit, le të themi sporti ose aktivitete të tjera sociale. Mirë po në zonat rurale, e shet që aktivitetet janë shumë të kufizuar dhe një fëmijë kur e përfundon shkollën kthehet në shtëpi. Dhe ajo çka bën është vazhdon aktivitetin e tyre online. Dhe këtu bëhet target i grupeve të ndryshme, dhe një tjetër që ne kemi pas përmes hulumtimit ton është që bëhet po ashtu target i grupeve të ndryshme radikale dhe fetare, sepse fillon me kalu shumë më shumë kohë, nuk është problem me kalu kohë në objekte fetare, mirë po një fëmijë në fakt është dashur me kalu kohë në hapësira të tjera, të cilët kish mujt me pas një socializim më të mirë, po gjithashtu dhe kontribut më të madh shoqëror. Dhe mendoj që këtu ndoshta pyetja kryesore, nëse këto grupe janë të dashur me ia dhënë një mision fëmijëve, të rinjve, duhet me kriju mekanizma edhe të risocializimit, po e them kushtimisht, po mi i dhënë një mision. Dhe nëse na i japin një mision për të mirën shoqërore, kjo është një mekanizëm si na i largojna. Mendoj që nuk kena nevojë kështu me bën një zbulim shumë të madh, po vetëm një mision ku e fiton identitetin e vet dhe jep përgjigje për identitetin e vet. Kreshnik, para se me kalu të Enisi, sepse po du me vazhdu ato që Enisa me Adelinën, i përmendi Adelina që nuk ka hapësira të mjaftueshme për fëmijë, për aktivitete. Nëse ndalim edhe i shohim hulumtimet që janë bune të kaluarën, çka rezulton prej atyre? A ka hapësira të mira të themi, ose a ka hapësira të mjaftueshme për të rinjt që ata me marr pjesë në aktivitete? Absolutisht jo, infrastruktura sociale, për shembull, infrastruktura e klubeve kulturore, artistike, aktiviteteve jashtë kurikulare në Kosovë është pothuajse e shkatruar dhe ka shumë pak aktivitete të tilla të cilat trit mujnë me u zhvillu në këtë drejtim. Dhe kjo është thonë në vazhdimsi si problematikë kryesore, sidomos në hapësirat urbane. Pra, nëse ne kemi jetu në lagje të mahershme ku ka pas një fushë të futbollit dhe të basketbollit, sot aty janë ndërtu objekte kolektive dhe nuk ka hapësirat të tilla të përbashkëta ku fëmijët mund të socializu dhe me zhvillu jetën e tyre sociale pa teknologji informative. Pra çdo ditë më shumë këto hapësira janë të ngushtu dhe çdo ditë më shumë këto hapësira janë të zëvendësu me hapësirën online dhe lojrat online. Po ajo që duhet me pas parasysh në këtë kontekst është po ashtu problemi tjetër të cilën ne e kemi në një pjesë të shoqënisë tonë, fakti që ne po llogarisim në familje. Dhe kur po flasim për familjen, zakonisht flasim për ekstremizmin religios, për ekstremizmin fetar, etj. Mirë po nuk duhet me e injoru ekstremizmin nacionalist, i cili në një pjesë të shoqënisë tonë është i tolerueshëm, në një pjesë të familjeve tona flitet për ta, flitet për hakmarrjen, flitet për dhunën, dhe në një pjesë të territorit tonë flitet edhe për rezistencë. Pra keni parasysh, ne kemi veriun e Kosovës, ku kemi pas reagime kolektive të komunitetit në raport me institucionet, pra kemi pas protesta, kemi pas bllokimet rrugës, kemi pas një komitet i cili në tërësinë e vet i ka refuzuar institucionet. Dhe tash imagjinoni se çfarë ambienti ndu rrit fëmijët aty. Kur e ka pa prindin që po del natën me rujt barikadën prej policisë të Kosovës,
çka i bën tash online i këtij fëmije. Dhe kjo është njëra prej elementeve tjera të cilët na tash duhet m'ja nis me adresu në mënyrë shumë të shpejtë. Për shkak se edhe nëse komuniteti tash atje është relaksu, pra nuk ka mo protesta, nuk ka mo barikada, është kisha me thonë një tolerancë ma e madhe në raport midis komunitetit dhe qytetarëve, tash kjo ka me pas një traumë. Dhe adresimi i traumës, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, duhet më zhvillu me projekte konkrete, të cilat i prejnë ndërlidhjet e grupeve, sidomos të ekstremizmit online, dhe synojnë që ajo që ka ndodhë në veri të Kosovës me qenë pjesët kalumës, dhe tash njerëzit me nisë me pa drejt ardhmës, drejt projekteve, drejt zhvillimit. Ashtu ndodhë kjo. Fatkeqësisht kjo nuk është ndodhë. Tash i kemi që ofër një vit të vendosë kryetarët e komunave, trit atje në të komunitetit sërbë, dhe ata ende vazhdojnë me pas një dozë të hezitimit dhe një dozë të luftës në raport, po e quaj luftë, reagimet e tyre në raport me institucionet e sigurisë në vendin tonë, dhe kjo menoj që është problematike, për shkak se shoqëria ende është duke marrë sinjale që në disa situata ata duhet me qenë refuzues ndaj punës së institucioneve, qoftë të sundimit ligjit, qoftë të institucioneve tjera. Dhe në këto komunitete tash duhet me pas një qasje hala ma serioze se qysh kemi me reagu në raport edhe me radikalizmin online. Pse po e them këto? Po e them këto për shkak se radikalizmi online në këto hapësira mund të me qenë shumë i rrezikshëm. Na e dim dhe i kemi të grupume në Serbi, ekzistojnë mbi 20 organizata të regjistrume të ekstremit të djathtë, të cilat në baza ditore synojnë mi radikalizu komunitetin dhe me shty përpara ideologjinë e ekstremit të djathtë, qoftë ato etnonacionaliste, qoftë ato kishtare, qoftë rrymat e tjera. Dhe këta njerëz në vazhdimsi në baza ditore qëndrojnë të dashur me indoktrinu mbështetës të cilët mund me qenë të ri, dhe komunikimi online për ta është shumë i lehtë edhe shumë i shpejtë. A duhet me qenë reagimi i institucioneve të Kosovës represiv? Kisha me thonë që në çdo situatë duhet me mendu shumë mirë. A duhet me pas reagim të menjëhershëm represiv që dikush i cili është i ri për një koment me u arrestu, me u burgos, për një fotografi të cilën e ka nxjerrë me u arrestu, me u burgos, apo duhet me qenë komunikim më strategjik, më sqarues, i cili synon që me i prej këto linjat komunikimit dhe trit e trejat me u mësu me realitetin e ri i cili ekziston në vendin tonë. Enes, sa është shtirë me zbulu një grup dyshim të rrjetet të mbyllura, që është për shembull Telegrami ose Discordi? Qysh miron trak, ose sa let mundesh me gjetë një grup tillë? Njëra e vetme është nëse infiltrohesh vetë, nëse bosh tenton me u bë pjesë e saj online. Për ndryshe mënyrë direkte nuk ka, për shkak se pa sa ka grupe të hapuna, ka dhe të mbylluna, private. Kështu që përveç nëse ti e vendos si mision tënd me u infiltru aty, me pretendu që je pjesë e tyne, nuk ka mënyrë tjetër. Ose veç nëse përmes aktiviteteve, pra përmes pasojave i identifikon ata. Përndryshe nuk ka mënyrë tjetër, për shkak se na si shtet nuk kemi qasje në platforma, nuk ka në fakt asnjë shtet. Edhe kjo është problemi me platformat online, që pak shtete në botë, pak e hiç kanë fuqi me i kontrollu këto. Ju jeni njohuni se sa i madh ka qenë debatin mes në Amerikë për shkak TikTokut. Edhe në fund u mur vesh që TikToku algoritmi të dhanat me u konë kontrol të shtetit Amerikan. Po kjo nuk është një gjë që muna me bon nan si shteti i Kosovës, për shkak se jemi shumë të vogël, edhe jo veç na, për shumë shtete tjera më të mëdha nuk mujnë me bo. Kështu që zakonisht shtetet kur dojnë me i kontrollu këto ose me i parandalu plot prej këtyne fenomeneve, shkojnë në atë mënyrën e thjeshtë e çkyqin këto platforma komplet. Mirë, po në shumë raste kjo e cenon edhe lirinë e shprehjes. Kjo nuk është metode mirë, duhet me investu në vetëdijsim të masës lidhje me këto. Po, që tash identifikimi i këtyne i drejt për drejt nuk është aq e thjeshtë. Çka sugjeron ti në këtë rast? Meqense është kjo vështirësi me hyn këto grupe të mbyllura, çka duhet me bo në këtë rast, për shembull një prind, çka duhet me vrejt një prind në rrjetet sociale tek një fëmijë i tij?
Cili mundet me qenë reagimi i fëmijëve në këtë rast? Zakonisht e vren përmes sjelljeve jo të zakonshme të fëmijëve, e vren që fëmia është i shkputur prej fëmijëve tjera, ajo është një indikator, ose thjesht fëmia nuk është i hapur me familjen. Ka shumë arsye pse fëmia mund të mos më koni hapur me familjen e me u koni shkputur, kështu që ata janë, që është edhe kreshniku, ata që janë jo stabil, janë edhe target edhe burim i këtyre resurseve. Dhe këtu është ajo që rekomandohet në vazhdimsi, pra të diskutu, të qenë afër fëmijëve, të qenë pjesë e jetës së tyre të përditshme, prindi rrin me kriju të fëmia atë superherojin i cili duhet secilit personalitet i cili është në rritjen e tij, pra prej moshës, prej kur je fëmijë, kur je bebë, dhe deri kur nis me kriju një identitet vogël, varfëria brenda fëmijës është e madhe për shkak të ushqimit dhe për shkak të nevojës për mi marrë shërbimet esenciale. Në momentin kur nis me u pavarësu fëmiu, që është kjo mosha 9, 10 deri në 16 vjeç, ai krijon me gjetë kanale të reja për kush ka me qenë ndihmësi, kush ka me qenë mbështetësi i tij për çdo gjë dhe elemente tjera. Dhe në këtë situatë prindërit duhet me qenë shumë të kujdesshëm që ata me mbet zgjidhja e parë dhe e fundit për krejt problemet të cilat i kanë fëmijët. Pra, edhe për problemet ekonomike, pra dhe në rast se fëmijët po dojnë më shumë me pas lojra, po dojnë më shumë me pas rroba, po dojnë më shumë me pas hapësirë, prindërit me qenë zgjidhja për problemet e tyre. Çka na mundson kjo? Fëmijët mos me dalë me vjedh, fëmijët mos me dalë me shit drogë, fëmijët mos me dalë me u abuzu në tregje të ndryshme. Prindi me qenë po ashtu zgjidhja për problemet sociale të cilat i ka një fëmijë. Pra në rast se fëmia ka pas një problem në shkollë, është ofenduar, është bullizu, prindi me qenë pjesë e problemit. Jo rruga, jo interneti. Në rast se fëmia ka probleme me arsimin, pra nuk po mrin rezultate me një lanë caktuar, mos më qenë interneti ai që jap krejt zgjidhje, po më qenë prindi. Dhe kjo është roli të cilin e kërkojmë dhe rekomandohet me lujt prindi në secilën situatë. Në rastet kur prindi nuk mrin me bë këtë punë, aty duhet me qenë shkolla, dhe shkolla është dera e dytë. Për çdo problem të cilin e ka fëmia, duhet me ekzistu hapësira e dytë e cila është shkolla, dhe pastaj mekanizmat e tjerë shoqëror, që janë qendrat për punë sociale dhe elementet e tjera. Dhe në fund, në rast që bashkë krejt këto nuk po të bojnë, atëherë vinë edhe mekanizmat e sigurisë, të cilët mujnë me intervenu me mekanizmat të forcës për me pru situatën në kontroll. Po asnjëherë, dhe unë nuk e njoh asnjë fëmijë, asnjë tri i cili i ka zgjidh problemet e veta edhe në shtëpi, po edhe në familje të bu kontroll në ChatGPT ose në Google. Pra kjo është shumë e rëndësishme me u kuptu që zgjidhja nuk vjen prej jashtë, po zgjidhja e problemeve të cilat i kemi në shoqërinë tonë, në familjen tonë, në rrethin tonë, krijohet prej brenda dhe prej saj energjisë të cilën e kemi të ndërtuar. Te identifikimi i fëmijëve, normal nuk ka një manual universal që thot këto janë shenjat edhe nëse vetëm kështu mund të më identifiku një fëmijë nëse është indikuar ideologjikisht. Po sidoqoftë disa pikat përbashkëta. Po në të kaluarën burim kur i kemi trajtu temat që është bo rekrutimi i tremve në të kaluarën. E ke pa një tërheqje prej atyre personave që në kryesisht të radikalizuar? Disa pika ose formë karakteristika janë këtë përbashkëta. Pra nëse prindi sot sheh që fëmia e tij është i izoluar, pra mbyllet në vete, dhe kjo kombinohet me kohë shumë të madhe online, edhe refuzon me mendu ndryshe, refuzon mendimin tjetër, e ka kallëp mendimin, edhe e katërta që është interesimi për këto mjetet e dhunshme, pra duket që këto janë 4 shenjat jashtëzakonisht të rëndësishme për secilin prind, pra me përmbledh edhe një herë. Nëse fëmia është i mbyllur në vete, kalon shumë kohë online, duke qenë i mbyllur në vete, refuzon mendimin tjetër, pra nëse prindi tenton me aspjegu diçka tjetër, ai e ka mendimin kallëp, nuk do as me dëgju diçka tjetër, dhe fillon të interesohet për mjetet të dhunshme, armë apo të tjera, atëherë është alarmuese për prindin, edhe po pajtona me gjithë që u diskutu, se prindi është roli kryesor. Po ndonjëherë ndodh burim që edhe vetë prindrit u blejnë lodra fëmijëve të cilat duken si armë, për shembull. Absolutisht, edhe kjo
tash, në moshën për cilën po flasim kryesisht 12-16 vjeç, arma si lodër nuk është shumë e preferume, edhe s'do duhet jetë e preferume për prind, po tham, jo për fëmijët. Po sidoqoftë, kjo është roli i parë i prindit. Roli i shtetit, dhe ato që tha secili prej këtu, masat represive ndërlidhen, ose duhet më ndërlidh vetëm në aspektin e atyre që janë organizatorët, e që është më, ta themi, personalisht dhe operacionalisht më ndërlikuar, por institucionet caktuara të shtetit mund ta bëjnë këto, edhe ndërhyjnë filtrimin, sepse është pjesë e detyrave të punës të tyre. Ne nuk mund presim që prindërit kanë më infiltru në grupe caktuara ku shpërndohet retorik dhe gjuhë e urrëties apo retorik ekstremiste. Pra, ato janë detyra që i bën shteti, dhe unë besoj që ka mekanizma të tillë, pavarësisht se është e vështirë që të kontrollohen dhe të monitorohen të gjitha. Sidoqoftë, pastaj roli i dytë, që është jashtëzakonisht më rëndësi, është shkolla. Edhe ky komunikimi mes prindit dhe shkollës, jo vetëm që nuk duhet ndalet, po duhet të jetë në vazhdimsi, në mbështetje të njëri tjetrit, ndërkaq fëmiu të jetë ai ose personi i cili do duhet ta merr pasaj mbështetjen nga të dyja anët. Pra të mos merr në dëshkim nëse ka qenë pjesë ose është futur në një grup që ka marrë ide ekstremiste, por t'i spjegohet, nëse prindi nuk është në gjendje ta shpjegoj, atëherë mund ta shpjegoj shkolla, nëse jo shkolla, ka institucione profesionale të cilat duhet të drejtohen. Para se me kalu te institucionet kreshnik, po më intereson me ditë regulativa BE-s, për shembull çish funksionojnë platformat globale për identifikim të narrativave të dyshimta, TikTok-u, Facebook-u, a kanë bashkëpunim institucionet e Kosovës për shembull me këto platforma për me i çu përpara këto narrativa dyshimta? Me luftu, me ndalë dhe me stopu, me i hjek për internetit. Ka disa linja të kontaktit, mirë por ne ende nuk e zbatojmë direktiven e BE-s për trajtimin e radikalizmit online, pra është një direktive cila imponon standarde se qysh materialet e rrezikshme duhet me u largu për internetit dhe nuk duhet me qenë aty, dhe se si institucionet ndërtojnë mekanizma të sinjalizimit për platformat në rrjetet sociale se çka po identifikojnë ata si të rrezikshme, cila duhet me u fshi prej rrjeteve sociale, gjithmonë duke respektu standardin e lirisë së shprehjes dhe standardin e demokracisë. Pra këto janë shumë të rëndësishme me u kuptu që direktivat e BE-s, të cilat po e them, cenzurojnë materialet në platformat në rrjetet sociale, gjithmonë në janë konform standardeve të lirisë së shprehjes dhe nuk synojnë me mbyt mendimin e lirë dhe mendimin kritik. Kisha me thonë që rrjetet sociale janë shumë atashpra në raport me këto, për shkak se edhe në rast se është e vërteta, ata për shkak të algoritmeve në disa situata e largojnë materialin vetëm për shkak se presupozojnë që është material i dhënshëm. Në kapacitetet momentale të adresimit të radikalizmit online dhe të problemeve të cilat i kemi, unë mendoj që jemi ende në fazat fillestare, pra vetëm kemi nis me e gjurmu si problem, dhe arsyeja pse jemi të e gjurmu është se problemi i ka shfaq rezultatet e veta, dhe rezultatet nuk janë thjesht të injorueshme, pra po flasim për 10 raste të rënda, mirë po kemi pas edhe disa raste të tjera të problemeve me TikTok-un dhe incidenteve të dhënshme për shkak të lojrave të TikTok-ut. Këto nuk kanë qenë për shkak se dikush ka qenë i radikalizuar, po thjesht është një sfidë dhe njerëzit rrëzohen thënë dur kom sepse dojnë me dal bukur në atë element. Pra, janë probleme të cilat janë reale, janë në shoqërinë tonë dhe duhet me pas parasysh që duhet me pas një qasje gjithë përfshirëse për mënyrën se çysh kemi me nis me i zgjidh, për shkak se në rast se nuk mrimi ju dalë balla, atëherë pasojat kanë me qenë problematike dhe kemi pas rezultatet pastaj të dëmshme në terren. Dhe kjo është shumë e rëndësishme e kuptu secili edhe prind, po edhe krejt institucionet. Kërkush nuk e ka zgjidh problemin deri sot, tu e nxjerr internetin për rrymës, as tu e nal telefonin, as tu e nal televizionin. Pra, ne e kemi një shprehje që në rast se nuk kemi për dere, ka me hy për dritare, në rast se nuk kemi për dritare, ka me hy për ogjaku. Mirë, po në rast se ne i kemi mshel 3 dyrt dhe personin prapë kemi të cënushëm,
prap ka me ardhi ka tjetër ideologjia. Në rast se ne kemi mri me pajis me kompetencë, me pajis me dije personin që në çdo moment, çdo gjë me marrë me një lloj hezitimi dhe me diskutu me të tjerët, atëherë ajo ka me qenë zgjidhja e duhur. Pse është me rëndësi na për shembull burimi po e përmend shumë mirë situatën kur trit nuk dëgjojnë ato çka prindrit po e thonë. Është e vërtetë dhe njëra prej sinjaleve të para të kontaktit me ideologji radikale është fakti që ata synojnë me bërë shkputjen. Pra, fëmia nuk e respekton nanën, nuk e respekton babën, nuk e respekton gjyshin dhe gjyshin, dhe çdo gjë që këta thonë synon me thonë që ju s'dini, ju s'muni, ju s'dini që besa, për shembull, përgjigjja e parë është që ju nuk dini anglisht. Që një fëmijë mundet me ta bënë në rast se ti edhe ti se merr konsiderat fare, dhe në këto situata pastaj prindi do të më qenë pak më i vëmendshëm, pak më i durueshëm dhe me shku deri te burimi. Pra deri te burimi i informacionit, me zbulu ku po lexon, me i tregu fëmijës që okay, ky është njëri prej burimeve, po nuk është krejt e vërteta, mund me pas burime të tjera. Këta mund me qenë të dëmshëm dhe me e bind që ajo është pjesë e kësaj loje. Pra kjo na ka ndodhur edhe me indoktrinimin direkt. Pra në vitin 2004-2005 ne kemi rastet e para të dhunës në familje, kur fëmijët të cilët i kanë njeh imam radikal, jam kthy të shtëpia dhe përgjigjen e parë që ju kanë bërë familjeve të veta ka qenë ju nuk jeni musliman. Edhe pse kanë qenë familje deri diku tradicionale. Ju nuk po dini me prediku fen. Cila ka qenë në shumicën prej situatave të cilat i kemi analizuar, cili ka qenë reagimi i parë. Ik breku dente, je i ri, s'dente, ecti, ku po do me na mësuti neve, dhe nuk e kanë bind se cila është e vërteta për islamin, dhe si rrjedhoi fëmia në momentin kur ka has në një muri, e ka bërë shkputjen dhe ka vazhdu. Ka vazhdu çaq shumë sa radikalizuesi tashmove që ka kthy në armë, për shkak se na këtu nuk po flasim për njerëz të cilët kanë me kry veç dhunë me armë, po këta realisht janë edhe arma vet. Për shkak se grupet radikale synojnë edhe individin me shndru në armë, kur ki situata të eksplozive dhe të elementeve të tjera, dhe këta janë shndru në një armë. Në një armë brenda familjes, në një armë brenda shoqënisë, në një armë për komunitetin, dhe pastaj që militarizimi i tyre ideologjik ka kërkuar kohë shumë të madhe. Në disa raste ka qenë fatal, për shkak se njerëzit na janë vrarë. Dhe na nuk do të mundi mirë që ata janë vrarë. Edhe pse kanë qenë në zonat luftës, mirë po, ajo që na do të më kuptuar është që zgjidhja këtu do të më qenë bukur e diskutueshme, bukur me pas energji të madhe për me mri njerëz me nxjerr prej këtyre zonave dhe shumë me rëndësi. Në çdo situatë ku njerëzit nuk dinë ç'është zgjidhet problemi, me kërku ndihmën e profesionistëve. Zakonisht kreshnek në çësi raste thirret policia. Po nëse e shohim kush i trajton në rastet e çush i trajton. Nuk kemi psikolog. Kemi mujt me lexuar një libër 2 për psikologji, por nuk kemi psikolog dhe në momentet caktuar ndihma prej profesionistëve është ideale. Ka në Kosovë për fat mirë, është nisë më ndërtu kapacitetet profesionale të psikologëve, edhe të fëmijëve, edhe të psikologëve me përvojë tashmë që kanë trajtu situata të ndryshme, dhe ja vlen prindit edhe në rast se është me pagesë, me harxhu një shumë të mjeteve, për shkak se është një investim për të ardhmen për ta. Në rast se psikologët nuk mrinë me kry punën e vet, kemi shërbime tjera psikoterapeutike të cilat i ofrojnë institucionet tona. Në disa raste ka edhe pa pagesë shërbime të tilla, dhe në këto situata gjithmonë do të më kërkuhet ndihma e profesionistëve. Për shkak se gabimin më të madh e bëjmë kur tentojmë problemet me zgjidh vet. E ku çush po mendojmë na me zgjidh problemet, tu kërkuan në ChatGPT. A e din radikalizues çka neve na jap ChatGPT-ja? Po, ata e din. Ata janë shumë hapa përpara nesh, sepse ata po e din çfarë emocionesh kena, na kanë studiuar të gjithëve, dhe për këtë arsye do të më marr ndihmën e profesionistëve në vazhdimsi. Adelina, po më intereson me ditë kreshniku folje dhe përmbledhje se çysh reagojnë edhe platformat, po në anën tjetër nëse shohim dokumente strategjike të cilat janë në Kosovë, cilat janë për radikalizëm dhe luftën të terrorizmit, a parashojnë edhe këtë çështje, pra radikalizmin online, a parashojnë luftimin e kësaj? Mendoj që me këtë temë, në fakt, tani kena fillu me marrë më seriozisht, edhe kjo për shkak të raporteve të shumta që kanë dalë kohëve të fundit e tregojnë që radikalizmi më së shumti është i shprehur në platforma online. Dhe po ashtu me hulumtimet më të hershme që kemi bërë dhe duke krahasuar me problemet e terrorizmit që kemi pas më herët, kemi pa që për momentin është shumë më e sofistikuar.
Domethënë edhe grupet të cilat janë ekstremiste ose dojnë me shpërnda këto janë shumë të sofistikuar dhe mundohen mos me ra shumë në sy të institucioneve të sigurisë. Dhe kjo ka qenë mënyra se si janë mundu zakonisht me i targetu të rinjet, dhe nuk e kisha kufizu vetëm me të rinjet, sepse këtu ekstremizmi është tuk i prek gjithët. U përmend edhe ma herët, e tha, si mundem me vrej që një ri është duke u radikalizu, është mos me ndru mendimin, apo me pas një mendim të cunguar. Këto nuk e shohim vetë të rinjet, kjo është madje e shprehur edhe te moshat më të shtyme. Dhe kjo zakonisht ndikohet nga, sepse unë mendoj që nena të sulmua nga gjitha anët, ndoshta po flasim për disa probleme që mundem me qenë në grupe më të mbyllura, telegrame, këto mirë po edhe vetë gjuha është radikale e përdiqme, ose vetë ka ekstremizëm politik në të cilën na frekuentojna në vazhdimsi. Do më thonë është këty në normalitet. Dhe ky normalitet është problematik dhe na mundemi me pa këto në aspektin social që jo do e mos intereson institucioneve të sigurisë sepse nuk është kry një vepër krimi edhe thjesht institucionet e sigurisë mundën me marrë veprime për me parandalu, mirë po në ende po flasim në aspektin nështë social për arsye se ka është rrit numri, po nuk është në një kështu në shifra alarmante të cilat i alarmon institucionet e sigurisë. Ende po flasim me një aspekt social, të cilat e krijon këto edhe në fakt ka qenë edhe një projekt me të cilën kemi qenë të pjesë në nivelin e Bashkimit Evropian për këtë ekstremizmin e përditshëm. Ky ekstremizmi i përditshëm e justifikon, e legjitimon një dhunë që mundet me u kry në të ardhmen. Unë e kisha dash me rritë kësu këtu, çka është rëndësishme që shumë shpesh e shohim, është një dezinformat, po do mu manipulu, ka teori konspirative. Mirë po, çka po synohet, u përmend edhe ma herë këtu, është emocioni. Dhe mendoj që pastaj këto emocionet po prekin në aspektin e të kalumës Kosovës, që është rëndësishme. E nxisin me një platformë. E nxisin sepse ka mangësi në trajtimin e të kalumës tonë. Ka mangësi edhe pse të rinjet bëhet target këtu, është sepse ka një shkëputje për me komuniku me të kalumën. Dhe jo me fol, ku për flas për këtë kalumën, nuk është në aspektin e urrejtjes se çka na ka ndodhur, po për ime mu bazu në fakte, edhe me trajtu të kalumën në formë të drejtë. Dhe përderisa me të rinjet ka pas një shkëputje dhe nuk është trajtu e kalumja, krejt ato emocionet, të cilat i kena trashëguar qoftë pe prindërve ose çka na ka ndodhur në Kosovë, po zëvendësohen me emocione. Dhe këto emocione po shkojnë në radikalizim. Dhe te kjo mendoj që është problemi ma i madh se si mundet, do më thonë, buan pjesë. Nëse mundem me kyç pse është rëndësishme institucionet e sigurisë dhe me ato të cilët kontaktet ne që kemi pas me policinë e Kosovës, nuk është ndoshta intervenimi i drejt për drejt me policinë, mirë po takimet e vazhdueshme të rënjeve me policinë e Kosovës, me pjesëtarë të policisë, mundet me pas me fol për këtë lloj të radikalizimit që ata munden me qenë target dhe jo do e mos e din që janë target të saj. Që jo në aspektin me po si policia e Kosovës du me mu friksu dhe me kriju platformat të cilë ne nuk vim, nuk na monitorojnë dhe nuk na shohin, po mi afru edhe me po që ne në fakt jemi krejt pjesë një të mire të përbashkët. Mendoj që ky misioni të cilë na duhet me mendu gjithë ne që bojna pjesë vina prej shtresa të ndryshme të shoqërisë, qysh mundem me i dhonë të rinjeve një mision për mu përfshi në shoqëni në formë aktive. Faleminderit shumë shkurt në fund Enes, po më intereson nëse mundesh me na listu cilat janë lojrat më të rrezikshme, nëse veç i keni të identifikume, edhe cilat janë kryesisht lojrat që nxisin dhunë. Lojrat, tash shumica e lojrave që i luajnë trit janë online, edhe ka nisë me u shkri ai kufinin mes çka është lojë dhe çka është rrjet social. Këto lojna që i konsumojnë të trit janë e kanë shumë të shprehur në aspektin social. Edhe nuk e din se çfarë teme ka me u trajtu mes këtyre trive aty. Nuk e din nuk mundesh me thonë se kjo platformë është në rregull, pra nuk ka rrezik, edhe një lojë tjetër që ka rrezik më shumë. Për shembull të fillu prej trive, prej fëmijëve që luajnë Robloxin, janë identifikuar edhe në Roblox shpeshherë kampanja të cilat nuk janë të mira për shëndetin mendor të fëmijëve, apo e shtyn një agenda, apo një formë të radikalizimit. Tash nuk ka formë definitive me cilën ti mundesh me definu se kjo lojë është e rrezikshme apo jo. Faleminderit shumë.
Faleminderit shumë gjithë panelistëve. Shikues të nderuar, ishte ky debati i radhës për radikalizmin online. Është shumë e rëndësishme që në situata të tilla me kërku ndihmën e profesionistëve dhe mos me i lënë asnjë situatë rastësisë. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.